Shqiptarët sigurojnë automjetet, por jo pronën e tyre. Tregu i sigurimeve për automjetet përbën gati 70% të gjithë sigurimeve, ndërsa pronat zënë më pak se 16.4%. Pjesa tjetër përfshin sigurimin e jetës, thuhet në të dhënat e shoqatës së siguruesve të Shqipërisë. Pozitiv është fakti se nga viti në vit ka rritje të pronave të siguruara, veçanërisht pas tërmetit të vitit 2019. Të dhënat nga AMF tregojnë se vitin e shkuar rezultojnë mbi 2.1 miliard lek të paguara nga qytetarët për pasuritë e tyre të patundshme. Megjithatë, ka një trend pozitiv. Pas tërmetit të vitit 2019, numri pronave të siguruara është rritur dukshëm. Të dhënat e fundit tregojnë se vitin e kaluar qytetarët paguan mbi 2.1 miliard lek për të siguruar dhe mbuluar pasuritë e tyre të paluajtshme. Sipas të dhënave, vetëm 5 deri në 7% e banesave në Shqipëri janë të siguruara, duke qenë ndër vendet në Europë me përqindjen më të ulët të sigurimit të banesës ndaj fatkeqësive natyrore. Ekspertët nënvizojnë se zgjerimi i mbulimit të pronave është thelbësor për rritjen e rezistencës ndaj katastrofave, si dhe për të forcuar sigurinë financiare të qytetarëve, duke bërë sigurimin jo thjesht si një detyrim, por një pjesë e rëndësishme të menaxhimit të riskut në vend.